Më 5 mars të shtunën në mbrëmje, tenori shqiptar me famë botërore Sajmir Pirgu do të këndojë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit koncertin e tij Il mio canto. Ky koncert është pjesë e turit botëror të artistit në qytetet më të mëdha të botës: Tokyo, Moskë, Vjenë, Berlin, Paris, New York e së fundmi në Firenze. Vetëm 2 ditë pas koncertit të fundit, Sajmir Pirgu ka mbërritur për provat e koncertit të së shtunës në Tiranë. Ndërsa orkestra e Teatrit të Operës dhe Baletit ka nisur provat me dirigjentin Mauricio Barbicini, nga gjithë mediat shqiptare ai pritet me ankthin e një ylli. Në fund të provave, mes humorit e batutave, na kushton mjaftueshëm vëmendje për t'i marrë intervista. Tani jemi duke bërë një tur botëror, ku me shumë kënaqësi kam futur dhe Shqipërinë dhe jam tepër krenar për këtë gjë. Sajmir Pirgu rrëfen në intervistën e tij për mbajtjen e koncertit që do të japë për publikun shqiptar. Janë arjet më të bukura të repertorit botëror, të operistik, dhe gjithashtu pothuajse 3 çereku i tyre janë ato që unë këndoj në për teatrot e ndryshme. Bëjnë pjesë të repertorit tim. Gjithashtu, Sajmir Pirgu rrëfen edhe qëllimin e turit botëror të koncertit Il mio canto, që është një nga albumet e tij më të suksesshme në botë. Ideja ishte që të prezantoja momentin tim më të mirë dhe të lija një dokument. U bë kohë tashmë që unë nga albumi i parë që kam bërë në 2004, mos gaboj, që unë po këndoj në çdo teatr dhe duhesh një dokument që tregonte Sajmirin e tanishëm. Dhe mendova që ideja më e mirë do të ishte që gjithë repertori operistik që unë këndoj dhe plus disa nga arjet që do të jenë e ardhmja. Sa arje janë përfshirë në album? Besoj se janë 16, plus që ishin 2 të tjera që nuk janë futur brenda në album, që i gjeni online në iTunes dhe në Amazon. Koncerti i Sajmir Pirgut në Teatrin e Operës dhe Baletit nuk është thjesht një dedikim për publikun shqiptar apo një dedikim që ja bën prindërve të tij, siç thot ai me humor, por është një punë virtuoze që sipas tij synon shumë larg. Tani nuk e kam dhënë akoma shfaqjen në Shqipëri, do pres, por e di që publiku shqiptar është tepër i ngrohtë dhe tashmë domethënë me gjithë mediat e huaja dhe ato shqiptaret është bërë goxha publicitet dhe është përgjegjësia ime të kënaq gjitha ekspektativën që do ketë.